Jemi në 10 ditët e para të muajit Dhul-Hijja. Këto janë ditët më të mira të vitit hënor. Janë ditë bekuara, prandaj të përpiqemi të shfrytëzojmë me ibadet. Kush i shfrytëzon këto ditë arrin mirësi shumë të mëdha. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam." Nuk ka ditë në të cilat veprat e mira janë më të dashura tek Allahu i lartësuar se sa këto ditë. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. Thanoi dërguari i Allahut, as gjihadi në rrugt të Allahut nuk është më i mirë dhe më i dashur tek Allahu se sa veprat e mira në këto 10 ditë. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, po as gjihadi në rrugt të Allahut, përveç një personi që shkon vetë në gjihad, merr edhe pasurinë, edhe nuk kthehet me diçka. Domethënë, bie shahid edhe harxhon të gjithë pasurinë në rrugt të Allahut. Ky i fundit arrin të kryej një vepër më të mirë, më të dashur tek Allahu i lartësuar, sesa ai që ka bërë vepra të mira në 10 ditët e Dhul-Hijjes. Kështu që ky hadith tregon se veprat e mira në 10 ditët e para të muajit Dhul-Hijja kanë një vlerë shumë të madhe. Janë më të dashura tek Allahu i lartësuar se sa në ditët e tjera të vitit. Ajsa dietarët kanë përmendur në shpjegimin e këtij hadithi se këto ditë janë dhe më të mira se sa 10 ditët e fundit të muajit Ramazanit. Dhe arsyeja pse këto janë ditë të dalluara, ditë bekuara, është se në këto ditë bëhen bashkë ibadetet kryesore, të cilat s'mund bëhen bashkë në ditë të tjera të vitit. Namazi, agjërimi, sadakaja dhe haxhi. Këto janë dhe ditët e haxhit, siç dihet. Por kjo nuk do të thotë që mirësinë e këtyre ditëve arrin vetëm ata që shkojnë haxh. Edhe ata që nuk shkojnë haxh mund të arrijnë mirësinë e këtyre ditëve të bekuara duke bërë ibadet. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min ayamin a'zamu 'inda Allahi wa ahabbu ilayhi al-'amal min hadhihi al-ayam al-'ashr." Nuk ka ditë më të mëdha tek Allahu dhe në të cilat veprat janë më të dashura tek Allahu i lartësuar se sa këto 10 ditë. Fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Prandaj në këto 10 ditë bëni sa më shumë tahlil, fjala la ilaha illallah, takbir, fjala Allahu akbar, tahmid, walillahi alhamd, falënderimi tek Allahu. Sa'id ibn Jubair, i cili është transmetuesi i hadithit më parshëm nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, bënte aq shumë ibadet në këto ditë saqë nuk e kapje dot. S'mundte njeriu me bëj ibadet saç bënte ai. Por çfarë ibadetesh mund bëjmë ne në këto ditë? E para, kujdesemi për farzet, sepse njeriu s'mund të afrohet tek Allahu i lartësuar me diçka që Allahu e do më shumë se sa farzin. Besimtari mirë, e para gjë, kujdeset për farzet. Nuk i lë pas dore farzet. E fal namazin në kohën e vet. Vepra më e dashur tek Allahu sipas hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam është namazi në kohën e vet. Burrat duhet kujdesen t'i falin 5 namazet me xhamat në xhami. Ata që janë afër xhamis e kanë detyrë që namazet ta falin me xhamat në xhami. Pastaj është namazi nafile. Kujdeseni për faljen e suneteve, para farzeve dhe pas farzeve. Për namazin nafile, dihet që dita përfshin edhe natën. Kështu që këto 10 ditë përfshin edhe netët. Kështu që dhe ibadeti natën, namazi vitrit, namazi natës, ka vlerë dhe mirësi të madhe. Përfshihet në hadithet që flasin për vlerën e këtyre 10 ditëve. Thawbani radhiyallahu anhu ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Alejke bi kathrati sujud." Bëj shumë, fal shumë namaz, sepse për çdo sejdë që bën, Allahu të ngrej një gradë dhe ta fshin një gjuna. E dyta është sadakaja. Shpërimet e sadakas janë të shumta, sidomos në këto ditë bekuara. Prandaj më dhon sadaka. Sadakaja e shumë zemrimin e Allahut, sadakaja fsheht, sadakaja e fshin gjunahet, ashtu si shuan, uji zjarrin,
njeriu do të jetë në hijen e sadakas së tij në ditën e gjykimit. Pasuria nuk paksohet nga sadakaja, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe shumë argumente të tjera, të cilat flasin për vlerën dhe mirësinë e sadakas. Agjërimi. Ka thënë Imam an-Nawawi, Allahu më mëshiroft, është fort e pëlqyeshme agjërimi këtyre ditëve. Por është fjala për agjërimin e 9 ditëve, 9 ditëve të para të muajit Dhul-Hijja. Se dita e 10 është dita e Kurban Bayramit dhe dihet që nuk lejohet agjërimi asaj dite. Dita e 9 është dita e Arafatit. Dita e Arafatit është një ditë e bekuar, është ditë e mirë. Agjërimi i asaj dite është edhe më i theksuar. Sunet. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se agjërimi i ditës së Arafatit i fshin gjunahet e vitit kaluar dhe vitit të ardhshëm. Agjërimi përfshihet ke veprat e mira që përmenden në hadithin e Abdullah ibn Abbasit. Pasi termi veprat e mira është i përgjithshëm, që i përfshin edhe agjërimin. Sillet në një hadith nga një bashkëshortë e Profetit sallallahu alaihi wasallam se ajo ka thënë, profeti agjëronte 9 ditët e Dhul-Hijjes, ditën Ashura, ditën 10 Muharram dhe 3 ditë nga çdo muaj. Sipas Sheikh Albanit, hadithi është i saktë. Me bë tekbir në këtë ditë. Në hadithin që u përmend pak më përpara, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Fa'kthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Bani shumë tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, do thon walillahi alhamd, ose alhamdulillah. Walillahi alhamd, falënderimi takon Allah. Kjo formulë ky dhikr për cilin na nxit profeti në hadith, përfshihet në formulën e tekbirit që bëjmë në këto 10 ditë dhe në ditën e Bayramit dhe ditën e Teshrikut, ose më saktë në 5 ditë, ditën e Arafatit, ditën e Kurban Bayramit dhe 3 ditë më pas, që bëhen gjithsej 5 ditë. Po do flasim për tekbiret atëherë, domethënë. Gjithsesi, domethënë kjo formula është Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Kjo formulë përfshin ato 3 llojet e dhikrit që përmenden në hadithin e Abdullah ibn Umerit. Përfshin tehlilin, la ilaha illallah, tekbirin, Allahu Akbar, tahmidin, falënderimin takon Allahut të lartësuar. Mund thuhet 2 herë në fillim dhe 2 herë në fund Allahu Akbar, kjo formula e tekbirit. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Po mund thuhet edhe 3 herë në fillim dhe 3 herë në fund. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Janë transmetuar të dyja nga shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Tekbiri bëhet me za në këto 10 ditë. Buhariu, Allahu më mëshiroft, ka përmendur pa senet në sahihun e tij se Abu Huraira dhe Abdullah ibn Umar dilin në treg në këto 10 ditë dhe bënin tekbir. Kur gjonin njerëzit, bënin edhe njerëzit tekbir. Elus Allahu subhanahu wa taala që të na lehtësojë ibadetin në këto ditë dhe të na pranoj atë. Allahu shpëlbeft mirë, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.